megjithëse u synua për të pasur një ndryshim regjimi nëpërmjet goditjeve të figurave kryesore të regjimit iranian, kjo nuk u mbrit. Reagimi ose kundër reagimi i Iranit te i kaloi pritshmëritë që kishin palët, veçanërisht vendet e Gjirit Persik u ndjen në një pozitë shumë të vështirë dhe madje edhe këmbgulja e tyre, do kemi rast të flasim gjatë intervistës, sepse u krijuan dhe aleanca afatshkurtra midis vendeve të Gjirit, të cilët i bën presion Shteteve të Bashkuara të Amerikës që t'i jepte zgjedhje kësaj situate, sepse vazhdimi i konfliktit në Iran gjithmonë do t'i vinte ato të parët në qendër të goditjeve, dhe të mos harrojmë që një pjesë prej këtyre vendeve, siç është Katari, Arabia Saudite, Omani etj. Janë vende që fal burimeve të naftës dhe të gazit gëzojnë një mirëqenie të admirueshme dhe nuk do donin që ta prishnin këtë lloj parajse brenda shteteve të tyre për një konflikt që ta mendojnë që su përket atyre. E vërtet, e drejtë. Në fakt, e ka dhe në fillim që sot mbahet edhe samiti i G7-s me shtete më të rëndësishme në fakt të Europës dhe SBA këtu përfshirë. Patjetër që kjo marrëveshje që pritet pra të mësohet në vazhdim se cilat do të jenë detajet dhe a do publikohet pra siç është parashikuar, ashtu dhe lufta në Ukrainë, besoj do të jenë temat më të rëndësishme. Si e prisni këtë samit? Pra, shtetet europiane jo gjithmonë kanë rënë dakord me presidentin amerikan Donald Trump.